Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj si pedagoge në një universitet dhe çdo ditë shokohem nga ajo që shoh. Ndonjëherë njerëzit më shohin me atë buzëqeshjen boshe që u paraqitet pedagogëve në rrugë. E ju edhe të rinjt i keni përreth edhe rrogën e sigurt, është ai komenti tipik. Por nuk i njohin korridoret, nuk i njohin zërat që qarkullojnë në tryezë. Unë quhem Arbana, jam pedagoge prej 7 vitesh në një universitet privat nga ata që reklamohen si elitë. Në fillim e doja shumë punën me zemër. Hyja në klasë me gjithë dëshirë, me çantën plot libra dhe shpirtin plot ide. Por entuziazmi im u venit shumë shpejt. Ishte një mëngjes i ftohtë kur pash një studente duke qarë në korridor. Nuk ishte nga ato lotët e zakonshëm të provimeve. Ishin lotë me frikë të ngjitur në lëkurë. U afrova ngadalë. Çfarë ka ndodhur? Ajo ngriti syt, por më pas sikur vetëm unë isha problemi. Nuk mund të flas. Pas asaj dite e pash të mos dilte më në leksione, as në provim, as gjë. Thjesht u zhduk. Në dosjen e saj më pas pash një kalim pa notë të vendosur nga dikush që nuk ishte lidhje me lëndën time. Ishte hera e parë që kuptova se në universitetin tim kishte dhoma ku notat shkruheshin me laps dhe lapsi fshihej shpesh. Pas gjëra që më ngrin gjakun, student që nuk dinin të shkruanin një paragraf, po merrnin nota perfekte. Student të tjerë që punonin me vite, por dështonin për arsye të paqarta. Pedagog që hapnin pjesët e provimeve para kohe për disa student të zgjedhur. Asistent që mbyllnin syt kur duhej të flisnin. Dhe mbi të gjitha një heshtje e rëndë që të shtrëngonte fytin. Nuk ishin vetëm padrejtësi akademike. Ishin lojra interesi, emra të fuqishëm, kërkesa jo normale dhe madje të fsheta, këmbime që kurrë nuk duheshin bërë në një ambient të tillë. Një pedagog më tha një herë, mos u fut aty ku nuk duhet. Universiteti nuk është vetëm shkollë, por është një sistem. Sistemi, një fjalë që më ngriti një perde të zezë para syve. Një prej studenteve të mia më la një letër në nder. Letër e ftohtë pa emër. Profesore, kam provuar 3 herë për të diplomuar dhe më kanë kërkuar gjëra që nuk dua t'i pranoj. Ju lutem, më ndihmoni. Fjalët gjëra që nuk dua t'i pranoj më ngelën në mendje. Nuk kishte arsyetim teknik aty, ishte thjesht një thirrje. E kam kërkuar atë studente për muaj të tërë. Ajo u zhduk dhe as dosja e saj nuk ekzistonte më në sistem. Atë ditë humba 2 orë vetëm duke parë ekranin bosh dhe duke kuptuar se universiteteve u mungojnë vetëm muret që të jenë burgje. Kur përmenda problemet në një mbledhje të departamentit, drejtori më pa me buzëqeshjen e tij prej graniti. Arbana je shumë idealiste, kështu është sistemi, nuk të takon ty ta ndryshosh. Dhe fjalit që më përvëluan veshët ishin: mbaj mend këto, çdo problem që zbulon ka emra mbi të, emra që nuk duhen përmendur. Ishte një paralajmëri me dorashka kadifeje, por me grusht hekuri. Atë natë nuk fjeta dot. Dija shumë dhe pas shumë. Isha vetëm një pedagoge zakonshme në një kështjell betoni ku parat ishin mbret. Prej asaj dite çdo mëngjes vesh të njëjtin mantel të bardhë, marr çantën plot me libra, por ngjitem shkallëve me një ndjesi tjetër. Ndjesinë e dikujt që po ecën mes 2 botëve, edukimit dhe intrigës, dhe secili hap më jep një të vërtetë. Universiteti nuk është vetëm tempull dijesh, ndonjëherë është labirint, ku ndriçohen vetëm rrugët që i vlejnë dikujt tjetër. Unë jam Arbana, pedagoge dëshmimtare pa dëshmi. Dhe çdo ditë shoh gjëra që s'më lën të jem ajo që besoja se isha, një mësuese idealiste në një vend që e do të vërtetën. Tani jam thjesht një sy që sheh më shumë se ç'duhet.